Sa herë më keni dëgjuar duke ju thënë që gjendja ndryshon kur ti bën një gjë ndryshe nga ato që ke bërë deri tani. Sot dua t'ju them që edhe unë si terapiste sot bëra diçka ndryshe nga ato që kam bërë deri tani. Lejova veten në terapistët të tjerë të më lironin travmën më të madhe që nuk mund ta lironja, atë të sakrificës të vetes time për të plotësuar nevojat e të tjerëve, akoma dhe si terapiste. Por kjo sa vinte dhe bllokonte trupin tim dhe mblidhte atë energjinë, pakënaqësinë që nuk vlerësohesha sa duhesha nga njerëzit, ose si në për grupe që bënja çdo javë dhuratë falas dhe nuk hapnin as kamën. Dhe sot dua të them që u rilinda. Kuptova që ai që vërtet do të ndryshojë, gjen mënyrën, gjen paratë, evrotë, lekët, çfarë të jenë, që të arrijë të bëj ndryshimin e tij. Prandaj që sot e tutje do punoj me njerëzit që vërtet vlerësojnë dhe që ndrojnë në vendin e tyre, dhe unë në vendin tim si terapiste, edhe nuk do bllokoj me energjinë time për njerëz që nuk janë gati. Sepse edhe unë nuk isha gati që ta lironja këtë plagë që kisha deri tani. Sot ishte dita që unë thash mjaft deri këtu. Prandaj, për të gjithë ju gëzimtarë që doni vërtet diçka ndryshe, do organizoj së shpejti trajnime shumë të fuqishme, si dhe ky që u bë sot, dhe trajnime të tjera, kush ka nevojë për pastrim energjie negative, magji, mallkime dhe shumë të tjera për pastrimin e vetes të tyre, për pastrimin e shtëpisë, të biznesit, që të merrni ato kodet që mund ta përdorni dhe vetë për gjithë jetën tuaj. Prandaj, në qoftë se ti që më dëgjon, interesohesh vërtet, seriozisht për të bërë diçka ndryshe, në të gjitha anët, mjaft në qarje, sepse ajo nuk na shpia gjikundi, mund të më thuash, të më shkruash ose këtu në TikTok, në YouTube, shpërndajni dhe videon, do t'ju jem mirënjohës, sepse mund të ndihmosh me këtë mënyrë do një tjetër, por unë do ndihmoj ata që vërtet duan të ndihmojnë veten e tyre dhe nuk do merrem me ata njerëz që duan akoma të ndihmojnë të tjerët. Në atë që të harrojnë veten, mund të ndihmojmë të tjerët kur jemi plot që mund të japim nga teprica jonë. Nuk mund të ndihmojmë as edhe një, sepse lodhemi, nuk mbajmë dot më pesha, dhe trupi nuk mban më peshë pasaj së muret. Nuk mund të ndihmojmë as një tjetër kur s'kemi ndihmuar veten. Edhe vërteta është kjo. Dhe unë jam këtu të të ndihmoj ty që do vërtet të ndihmosh veten të parë, pastaj që të bëhesh ai terapisti, të bëhesh diçka tjetër. Por që nga ty fillon gjithçka. Më shkruaj nëse ti intereson pastrimi energjetik për të marrë trajnimin dhe Chelsea, kodin e pastrimit personal, pastrimit të shtëpisë dhe të biznesit, se dua t'ju të them që edhe ju mundeni të bëni gjithçka. Nuk jam unë Perëndia. Të gjithë kemi nga pak Perëndi, nga pak Zot brenda nesh, dhe unë jam këtu që t'i shpërndaj këto kodet në të gjitha ju, burra dhe gra që dëshironi, por që jeni të hapur të punoni në thellësinë tuaj. Ju dua shumë, ju falenderoj, por qëndroj që sot e tutje në vendin tim, me dashuri.